Faleminderit. Atëherë, siç jeni vënë ndjeni nëpërmjet emailit nga sekretaria, sot kemi projekt vendimet propozuar nga kryetarja e Bashkisë, si dhe një informacion nga zyra ekonomike arsimore, të cilat do t'i shqyrtojmë dhe do t'i miratojmë sot. Ftoj sekretaren, bëj apelin. Përshëndetje, fillojmë. Ardian Muka, Edira kandidate, Luan Nezha, Pontiana Kuqi, Vitan Burgia, Manjola kandidate, Ermal Braholli, Julieta Ngota, Arlin Boshku, Arjeta Keqi, Ledar Pizreni, Anisa Ibre, Erzin Laçi, Olan Gjelilaj, Ana Dhamo, Ani kandidat, Gjiliola Doqi, Munir Konesha, Alfred Mullaraj, Leonada Mamo, Jurgen Zaza, Elizabeta Mataj, Elisa Qeshi, Suada Quri, Denis Lika, Alketa Ngjeqi, Elir Paja, Clementina Meqi, Vesh Quni, Anila Kapedani, Frans Stragaj, Nurie Gjoni, Ekuran Markola, Silvana Gasi, Aldo Qelej, Lenisa Luarasi, Dorian Isaj, Masida Peshti, Dritan Rakipi, Linjada Musaraj, Mariana Kotri, Eralda Lipi, Gjojana Gjeneci, Renat Koka, Pluto Rakasa, Jon Uzi, Edvira Samiu kandidat, Verina Reqi, Samet Vata, Florian Tahiri, 34 këshilltarë në saktë. Hapur është, po. Atëherë e urojmë drejtuesen e seancës për ditëlindjet, me qenë se e ke edhe kështu si jubilare. Jo, që kam emocione. Edhe uroj të rish deri në fund të mandatit aty. Gjithashtu uroj dhe kandidatet gra, pavarësisht se janë të krahut djathtë, të kenë sukses në fushat. Dhe në mënyrë të veçantë kryetaren e Këshillit, që të vit bëj dorëheqjen këtu. Shumë faleminderit Flutra. Një nga arsyet që unë pata shumë emocion. Se e bje. Shumë faleminderit dhe uroj të gjithë kandidatëve që janë këshilltar, por dhe të gjithë kandidatëve, gjithë qarku Durrës, të gjithë partive politike suksese dhe ne të tregojmë qytetari në këto zgjedhje. Urime, zonja kryetare. Siç e thatë dhe ju, mbledhjen e thret titullari i institucionit, në këtë rast kryetaria e Bashkisë, dhe nuk më duket as pak normale që për disa të herë nuk është prezente në sallë, duke u marrë me fushat për një forcë politike, e cila thash kryetaria e Bashkisë ka detyrimin ndaj qytetarëve të jetë këtu prezent, përderisa thret ka shqetësime, mblidhet Këshilli dhe pa justifikim, nuk gjumë që të ketë justifikim, po nëse justifikimi është që po merret me fushat, për mendimin tim është duke shkuar ndaj timin e gabuar. Ju faleminderit. Faleminderit. Meqense kurumi është i pranishëm, po filloj me mbledhjen. Po ju lexoj rendin e ditës dhe më pas ju ftoj që ta miratojmë. Pika 1. Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi i të ardhurat Bashkisë Durrës për muajin mars 2025. Pika 2. Për miratimin e planit të masave për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në pyje dhe kullota të Bashkisë Durrës për vitin 2025.
për miratimin e normave të furnizimit me uniform punonjësve të policisë bashkiake. Pika 4, për dhënien e dakordësisë për vazhdimin e procedurës së ndryshimit të kategorisë së përdorimit sipërfaqes pyjore nga Fondi Pyjor Kombëtar në zbatim të vendimit numër 37, datë 1 gusht 2023 të KKT-s për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin Resort Turistik Lura 5, faza 3, njësi administrative Ishëm, Bashkia Durrës. Pika 5, për miratimin e raportit mbi monitorimin e zbatimit buxhetit Bashkisë Durrës për vitin 2024. Pika 6, për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga Fondi i Kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe Fondi të Ardhurat Bashkisë Durrës për muajin prill 2025. Dhe pika 7 është informacion nga Qendra Ekonomike e Arsimit mbi procedurën e daljes jashtë përdorimit, tjetërsimit të aktive të panevojshme. Keni ndonjë koment? Përpara se të kalohet, në votim, ka deklaratë të konfliktit interesit për endin e ditës? Nuk ka. Okej. Atëherë kalojmë në votim. Kush është pro për endin e ditës? Kundër? Abstenim? Ska. Atëherë miratohet pa ndryshime. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 1, Komisionit Barazisë Gjinore, Mirëqenie Sociale dhe Mos Diskriminimit, zonjës Gjiliola Doçi. Komisioni onë mblodh dhe ram dakord që pika 1 dhe 6 t'i kaloj Këshillit Bashkiak për votim. Morëm pikën 1, pa i marrim në radhë. Faleminderit zonja Doçi. Atëherë komente ose pyetje ka për pikën 1? Po. Edhe një. Përsa i takon pikës 1, po ashtu edhe për pikën 6, pra për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin mars edhe për muajin prill, neve e kemi ngritur dhe kemi diskutuar shpesh herë, kemi thënë që do ishte në nderin e Bashkisë Durrësit që nga buxheti i saj për këto shtresa që janë në nevojë, për këto familje që janë nevojë dhe nuk është që janë numra të egzageruar, flitet një muaj 30, një muaj 35, një muaj 40 familje, tu trajtoni më me dinjitet. Dhe kur them me dinjitet, keni parasysh që flitet për familje që marrin 1.600 lek, 3.000 lek, 5.000 lek, të reja flas gjithmonë muaj, me një mesatare rreth aq 5.000 lek në muaj shkojnë po ti marrësh, po maksimumi flitet për 14.000 lek. Një familje që ka normalisht duhet të kenë shumë probleme. Prandaj thash, do ishte në nderin ton që në buxhetin e ardhshëm të shihnin me precedencë këto familje, sepse nuk ka ngel Bashkia Durrësit, do ishte në dinjitetin ton njerëzor që të shihnin me precedencë këto raste. Natyrisht neve si forcë politike kemi ngritur edhe një propozim që mos ketë minimum jetik nën 200 euro apo 20.000 lek të reja, dhe ndofta edhe për bashkinë do ishte mirë që neve të prezantoheshim me një ofertë këtij ndofta. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Muka. Atëherë kalojmë votim. Kush është pro pikës 1? Kundra, abstenim s'ka. Atëherë miratohet pa ndryshime. Jepet fjala për prevendimin e pikës 2, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Joniada Musaraj. Përshëndetje të gjithëve, atëherë komisioni ynë e miratoi pikën 2 dhe e parashtrojmë sot për votim. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Atëherë e ka fjalën Komisioni Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Shëndetësisë, zonjë Gjiliola Doçi. Përshëndetje, komisioni unë mblodh dhe me kuorumin e nevojshëm miratuam që pika të kaloj për votim në Këshillin Bashkiak. Faleminderit. Komente ose pyetje ka? Kalojmë votim. Kush është pro për pikën 2 të renditës ditës? Atëherë
34 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, atëherë miratohet pa ndryshime. Jepet fjala për projekt vendimin e pikës 3, Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë, komisioni ynë edhe për pikën 3, votoj me shumicë votash dhe e parashtrojmë sot për votim. Faleminderit. Faleminderit. Jepet fjala Komisionit Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Shëndetësisë, zonjë Xheliola Doçi. Komisioni jonë edhe këtë pikë e kaloi për miratim në Këshillin Bashkiak. Faleminderit zonja Doçi. Komente, pyetje? Atëherë kalojmë votim. Kush është pro për pikën 3? Kundër? Abstenim, atëherë me 34. Vota e pro kalohet, miratohet pa ndryshime. Jepet fjala për projekt vendimin e pikës 4, Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe për pikën 4, ne me shumicë votash e miratuam dhe parashtrojmë sot për votim. Faleminderit. E merr fjalën Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit Tokës, zonja Jonjada Mamo. Jonada, më fal. Lodh pas shumë diskutimeve në fakt bashkë me përfaqësuesit e bashkisë, me kuorumin e nevojshëm vendosëm për miratim për ta dhënë votim në Këshillin Bashkiak. Faleminderit. Faleminderit zonja Mamo. Komente ose pyetje? Po. Okej. Jo, okej. Edhe njerë, ja. Okej. Për pikën 4, unë do thoja edhe specialisti i fushës, si urbanist, pra, që ka ardhur momenti, flasim vitin 2025, që të mendojmë se çfarë po i bëjmë natyrës me tjetërsimeve që neve qenjet njerëzore, kryesisht të bashkisë Durrësit, po jo vetëm, edhe në rang nacional flas, po i lejmë brezave të tjerë trashëgim. Natyrisht, unë jam për zhvillimin, duke pas parasysh që e gjithë zona e Gjirit Lalzit është një zonë që ka marrë një karakter të theksuar turistik, por do ishte mirë që në zonat caktuara dhe atje përveç beton, të kishin zona të gjelbërta. Pra, jam për zhvillimin, jemi për zhvillimin, por duhet kemi parasysh që edhe në ato zona, dhe ato turisti do shkojnë, pa edhe ato banorë që do jetojnë aty, do kenë nevojë që të shohin dhe pak gjelbrim. Mos shohin vetëm gri, mos shohin vetëm ngjyrën e tullave të kuqe, po të shohin edhe gjelbrim. Pra fakti që ne vazhdojmë heqim nga fondi kombëtar pyjor, por me vendimet që sfundmi qeveria shqiptare ka marrë duke heq dhe parqet kombëtare nga zonat e mbrojtura, duke dhënë të drejtën atyre që të ndërtojnë për resorte turistike, zhvillime strategjike e tjera. Në princip nuk jam dakord për këto zhvillime, thash, nuk jetojmë vetëm ne, këtu do jetojnë edhe breza të tjerë, të cilët duhet kem të drejtë shohin edhe ata në një pulbardh, në një lelek që mund vi atje, apo shpend tjerë shtektar, apo qoftë edhe kafshë që rriten këto zonat e mbrojtura. Pra, në princip, jemi për zhvillimin, por ky zhvillim duhet jetë i kontrolluar, jo i lëshuar kështu. Në këto moment që ne flasim, zhvillimi është lëshuar pa duar. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Muka. Fjalën kush? Kush e do? Okej. Përshëndetje të gjithëve. Fikat e tënde. Është mikrofon, kam larg. Ma boni me qëllim duket. Kryetare, fiket ti se nuk më shumë. Kërkohet dakordsi për nxjerrjen nga fondi i pyjeve 0.865 hektar tokë.
është e rëndësishme të kuptojmë gjithë bashkë këtu që nëse Këshilli Bashkiak refuzon kërkesën, pra të votohet kundër heqjes nga fondi i pyjeve, atëherë procedura ndërpritet menjëherë nga organet qendrore, dhe kjo gjë nuk ndodh. Unë këtu po i cilësoj sa gjona, kam përgatit një material shumë gjatë, po do mundohem domethënë të jem sa më shkurt, kam nxjerr vetëm ca nënvizime që mos edhe t'ju lodh. Është e rëndësishme gjithashtu të theksohet se dhënia e pëlqimit nga Këshilli Bashkiak dhe vendimi i ministrit duhet të jenë në përputhje edhe me planet e miratura të territorit. Ka plan të miratura atje, zotin kryetar? Heqja nga fondi pyjor e një sipërfaqe pylli të rritur në zonën e Ishmit pritet të ketë ndikime të konsiderueshme mjedisore. Pylli ekzistues në zonën bregdetare të Ishmit, Gjiri Lagzit, përbëhet kryesisht nga pisha mesdhetare. Heqja e 0.86 hektar pyll do të thotë humbje e menjëhershme e habitatit që ka ajo zonë. Nga ana pejsazhore, prania e pyllit me pisha është pjesë e identitetit natyror të bregdetit të Ishmit. Zëvendësimi i pyllit me struktura ndërtimore do ndryshoj pamjen dhe estetikën e asaj zone, që është karakteristike e asaj zone. Pejsazhi natyror do t'i zëjë vendin një pejsazhi të ndërtuar, çka mund të konsiderohet humbje e vlerave turistike natyrore të zonës. Duhet marrë parasysh se shumë vizitorë vlerësojnë Gjirin e Lagzit pikërisht për këto vlera natyrore që ka. Turistët huaj e frekuentojnë pikërisht për vlerat natyrore. Zona e Ishmit njihet për problemin e erozionit. Si erozion të tokave, ashtu dhe të erozionit të vijes bregdetare. Pyet pikërisht ky pyll me pisha ka qenë projekti më parshëm për të parandaluar pikërisht këtë pjesë të shqetësimeve që ka pas zona. Dekada më parë është investuar për ato pyll dhe sot duhet kemi ndjeshmëri shumë të lartë në prerjen e atij pylli dhe zëvendësimin e atij me beton. Pasojat afatgjata të erozionit të shtuar mund të jenë shumë serioze si për vetë projektin turistik që ka bërë kërkesën, ashtu dhe për komunitetin lokal. S'po zgjatem më me këtë punën e erozionit sepse e kam përmbledh pak a shumë me kaq fjalisa përdora. Shërbimet ekologjike dhe përfitimet afatgjata të pyllit ekzistues, rregullimi dhe i klimës lokale dhe cilësisë ajrit, rregullimi i regjimit ujor, mbrojtja nga stuhit dhe era, pasi ky pyll shërben si paraprit e stuhive apo fenomeneve tjera, domethënë natyrore. Sa i përket detyrimeve ligjore të subjektit për kompensim dhe ripyllëzim. Pylli i ri që merr përsipër investitori nuk mund zëvendësoj menjëherë funksionet e pyllit vjetër. Temat e sapo mbjell do duan shumë vite apo dekada që të arrijnë përmasat e densitetit pyllit aktual. Dhe gjatë kësaj periudhe do të jenë të kufizuara shërbimet ekologjike. Edhe nëse kompania mbjell të njëjtën sipërfaqe me fidan të ri, kjo është, domethënë nuk do të plotësojë nevojat që ka zona për sa fola më sipër. Vendodhja e ripyllëzimit nga ana tjetër duhet të bëhet sa më afër vendit ku do shpyllëzohet. Nëse pyllëzimi bëhet larg, atëherë zona e Ishmit sërish mbetet pa mbrojtje dhe pa përfitimet e pyllit, përfitimet dhe shqetësimet që përmenda më sipër. S'po rrit lexoj më materialin, pak a shumë i përmbledha në disa pika shqetësimet mjedisore dhe
shqetësimet që mund të sjelli prerja e pyjeve atje. Kështu që e deklarojmë votën tonë kundër dhe ju këshilloj që edhe ju të bashkoheni të thellohemi shumë përpara se të marrim vendime të tilla. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Burgia. Po ju edhe. Atëherë përshëndetje, sërish në lidhje me pikën 4, deri diku bashkohem me kolegët në lidhje me shqetësimin që kanë përgjithësi për mjedisin në qarkun e Durrësit. Dua të sqaroj diçka që kolegët anashkalojnë procedurat, është e vërtetë që kërkohet dakordësia e Këshillit Bashkiak, por kjo dakordësi, ky vendim nuk shkon vetëm, ky vendim shkon bashkë me raportin tekniko-ekonomik dhe fatmirësisht në vitin që jemi, në këto vite që flasim të fundit, ka ndryshuar dhe perceptimi i resorteve turistike. Nuk është e vërtet që resortet që janë ndërtuar vitet e fundit dhe që pritet të ndërtohen, kanë vetëm beton, sepse nga informacioni që unë kam, shumë miq tuaj kanë bler pikërisht këto objektet pa vlerë që ju i cilësoni, vetëm beton, dhe i kalojnë pushimet në këto resorte turistike. Në styrin tim, resortet që unë kam parë kanë gjelbërim, sepse i rritet vlera, ka ndryshuar tashmë, nuk është më si dikur, në ato vitet që ndoshta keni qenë ju dhe jo ne. Dhe së dyti, objekti që do ndërtohet, detyrimi që shoqërohet me këtë objekt ka lidhje me mbjelljen e pemëve diku tjetër. Po ju them dhe një informacion tjetër që ju ndoshta nuk e dini ose nuk doni ta thoni, që resorti që do ndërtohet pikërisht nga kjo kompani, Lura, përveç se do të mbjelli këto pemë dhe do kompensoj, dhe nuk është pranuar të bëhet pagesë, por mbjellje pemësh, ka shfaqur dashamirësinë që dhe më përpara ka dhuruar pemë më përpara, jo vetëm në rastin konkret. Kështu që do doja që minimalisht të mbështesni këto investime serioze nga këto kompani serioze, dhe në rastet kur bëhet fjalë për cënim, dëmtim të drejtave të njeriut, ne jemi të parët këtu, se i kemi treguar me fakte, me vepra, dhe së dyti do doja të pyesja zotin Muka, kur ju flisni si ekspert, zotin Muka, a keni djeni më në detaje në lidhje me planin apo këtë raport tekniko-ekonomik që kërkohet, apo vini tek ne me mendimin që ne vim të pa informuar, të pa lexuar dhe pretendoni që mund të lëshoni fjalët pa i menduar, të dezinformoni publikun dhe pastaj pasojat publiku, qytetari, jo ne. Faleminderit. Unë nuk e vura në aspektin personal asnjë nga këshilltarët. Unë për vete nuk kam në shtëpi në të zonë edhe në respekt edhe të normave të ambientit, jo vetëm, pra dhe të peisazhit, natyrës edhe gjithë. Me thënë drejtën preferoj mos kem në shtëpi në këto lloj resortesh që kanë shku duke dëmtu këtë lloj gjoje. Ajo që unë do thoja është që natyrisht e kam lexu materialin, e kam lexu kryesisht në aspektin ambiental dhe të kujdesit që duhet kemi ndaj natyrës. Pjesën ekonomike për mua është irrelevante sepse nuk më intereson gjë çfarë taksash do marrë apo do paguaj bashkia, kur unë them që në të zonë nuk duhet ndërtuar. Është një zonë me ndërtesa shumë intensive, ndonse të ulta, por sipërfaqja është shumë intensive. Për sa i përket asaj që ju apo ne apo ju bëjmë dije që kur kemi qenë ne kemi lënë rreth 35 zona të mbrojtura, ndërkohë që u reduktuan në 20 dhe së fundmi i kanë heqë edhe 8 zona tjera. Dhe për fat keq një nga ato është edhe në qarkun ton. Ju faleminderit. Faleminderit. Qeveria juaj, ja. Faleminderit, zonja kryetare e kësaj seance. Kolegët opozitarë kur i dëgjon në teori dhe parimisht duket sikur kanë drejt,
por në fakt është vetëm politik dhe politik e shëmtuar. Pse e them këtë? Unë e mora fjalën pikërisht vetëm se doli emri Lura dhe unë vi nga Lura. Lura, shtat liqet e Lurës e keni dëgjuar, dikush nga ju dhe ka vizituar, është në Dibër dhe mos harrojmë masakrën pyjore ekologjike që është bërë pikërisht nga partia opozitare që mbron mjedisin. 92, 98, të gjitha pyjet e Lurës, pishat e bardha që janë të rralla dhe nuk gjenden as në Ballkan, janë dëmtuar dhe janë prerë dhe janë shfryzuar dhe sot, por i lindin pishat e reja, fal politikës së monetariumit për pyjet që është vendosur pas 2013-s. Kështu që është thjesht demagogji politike si jemi dhe fushatë. Prandaj faleminderit. Faleminderit, zoti Markola. Klea. Atëherë përshëndetje, meqense u ndan disa mendime dhe objekcione mbi të njëjtin dokument që ndjenin time dhe sigurisht që gjithë kemi marrë, do doja të ndaj edhe unë fakt disa, po themi, bullet points, siç e përmendi Burgia. Ky projekt është i miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit që tregon për rëndësinë dhe për prioritetin kombëtar të tij. Ky projekt, ndërtimi i këtij rezorti pritet që të nxjisë një zhvillim ekonomik dhe rrjedhimisht përmes rritjes turizmit do të rriten edhe punësimet edhe investimet. Janë zbatuar procedurat ligjore dhe procedurale, ka pasur koordinim ndërinstitucional, mbështetje teknike dhe institucionale dhe parashikohen të krijohen vende pune dhe për të përmirësuar infrastrukturën në njësinë administrative ishëm. Në fakt nuk gjej absolutisht asnjë arsye për të bërë pengesë për kalimin e këtij projekt vendimi. Faleminderit. Faleminderit zonja Meçi. Koment? Pa. Zonja Musaraj, unë e vetmja herë që mora fjalën dhe nuk e ndava në ju dhe ne. Këtu flasim për një ndjeshmëri, domethënë që ndjeshmëri qytetare që na prek gjithëve. Bona objeksionet e mia nuk sa i përket kësaj që u parashtrua tani që do hapen vende pune, shumë dakord që do hapen vende pune, jam i sigurt për këtë. Fola thjesht për ndikimin e prerjeve të pyjeve, ndikimin që do kenë në ambient, në zonat atje, në erozion, në habitat, Nuk era parë që flasë dhe nuk ndaj Këshillin Bashkiak në dy palë. E fillova fjalën time duke thënë që nëse ne nuk e votojmë, ky projekt nuk shkon përpara. Pavarësisht asaj që ju thoni që procedurat janë tilla, që miratohet këtu, miratohet atje. Ne kemi ndorë këtë punë, shkon apo s'shkon projekti përpara. Sa i përket ndarjes ju dhe ne, unë jam shumë i qartë që subjekti mund tjetë më shumë nese se sa ju, dhe kur vjen puna, po bëj objeksionet e mia. Faleminderit. Drejtën është era parë që edhe unë ja lejoj vetes them ju dhe ne, për të vetmen arsye sepse një herë e mirë të merret vesh se kush punon më shumë, kush i përgjigjet qytetarëve, kush ka vendime të drejta, kush ka vendimet e duhura, kështu që unë prapë përsëris që ne jemi ne dhe ju jeni ju. Kur keni qenë ju në krye të detyrës, keni patur pushtetin lokal, është harruar në fakt në Durrës, nuk më e mend kur, apo pushtetin qendror, nuk keni punuar dhe nuk ju ka rënë mendja jo për pyet, por në institucionet shtetërore kryesore bazë nuk arrije do të hyje sepse ishin bodrume, ishin të shkatruara dhe e dini shumë mirë se i keni parë dhe videot. Kështu që të vini sot dhe të më ndaloni mua të përdor, në thonjza të më ndaloni ju dhe ne do ta përdor nga sot e më tutje për sa kohë vendimet që ne marrim si grupim këtu janë të duhurat, janë të drejtat, janë ato të bazuara dhe janë ato me këmbë në tokë. Kaq. Faleminderit. Ju lutem mos ta kal. Ju lutem
Të lutem. Një lavë lutem, Po, përshëndetje gjithëve. Po, Ibre. Dhe në fakt, unë dua t'ju kujtoj juve në këto 2 vite, kur erdhët ju dhe ngritët problematika për qytetarët. E vetmja gjë që keni bërë ju, është replik e opozitarëve këtu. Ne kemi ngritur shqetësime, ju na keni replikuar neve. Asnjëri nga ju nuk ka ngritur një problematik për qytetarët. Unë nuk e di si nuk skuqeni pak kur dini atje tek qytetarët, si ju kërkoni votën ju atyre. As një problematik nuk keni ngritur. E vetmja replik që keni bërë ka qenë vetëm kur kemi folur ne. Zonja. Dhe unë nuk e kuptoj, domethënë si mund flisni ju për ne kështu. Puna jo ndallohet edhe në terren edhe kur vin këtu dhe flasim për problemet. Kalojmë votim. Tani ju lutem, nuk keni bërë asnjë kërkesë. Po pra, nuk është to. Tani nuk do bëjmë fushat këtu, sepse nuk keni kërkuar të më bëni diskutim. Okej. Vazhdo. Të lutem, kërkoje pra. Unë do të vazhdoje me ju dhe ne, jo politikisht, po ju dhe ne për afërsinë me pozicionin që diskutohet tu në projekt vendim. Në zonën e Gjirit Lalzit, duhet ta kontestoj fuqishëm atë përmend erozion, nga fillimi deri në fund. Si mund ketë erozion? A e ke idenë çdo thotë erozion në buzë detit, në një fushë që është 30 cm mbi nivelin e detit? Nuk ka lidhje fare me zona të pirta që mund ketë erozion, e para. E dyta, për sa i përket ndryshimit të ekosistemit, unë jam 64 vjeç, jam lind dhe jam rrit aty, se na paska pas habitat të çuditshëm atje, që po të hiqen ca pisha, ajo ka qenë perla e Bregdetit shqiptar, Gjiri Lalzit, aty ku ka ndërtuar lura dhe meriton respekt për atë që ka bërë, dhe ku kërkon të investojë përsëri. Është bërë një shkatrim i lahtarshëm në vitet 90. Aty s'ka ngel as 30% e pishave në atë zonë. Me që e kanë shumë merak ta zotërit. Faleminderit. Tani, nuk mund ta kalojmë në replik, ju lutem. Jo, shikon, nuk përmendi. Burgia nuk përdori, nuk përmendi emrin. Të lutem të kalojmë votim. Të kalojmë. Që ju thash parë që kanë përgatit material gjatë, ma hapa këfejnë të lutem. Po, ta ka. Thash parë që kanë përgatit material gjatë dhe nuk doja që as juve t'ju lodhja dhe përmenda thelbin e materialit. Po me që Zoti Çuni na përmendi erozionin dhe nuk ka pas erozion, se ka lind ai aty dhe është rrit aty dhe është bërë 60 sa vjeç, domethënë aty, unë po i përmend ca të dhëna. Ka pësuar Gjiri Lalzit erozion intensiv vitet e fundit. Bregdeti nga rrushkulli tek plazhi i Shëmpjetrit në Grykderdhjen e Ishmit është ngushtuar vazhdimisht rreth 25 ka qenë 100 deri në 200 metra të gjëra pjesa e rërës dhe sot është 20-30 metra. Vetëm kaq, është studim ky, domethënë si s'ka lidhje. Tani Tashi ju mund tani nuk mund bëjmë debat të tillë. Okej, Ta mbyllim. Kalojmë votim. Kush është pro? Pikës 4. Po. 29 vota pro, kundra? Po. Me 31 vota pro dhe 3 kundra. 31 pro, 3 kundra, miratohet pa ndryshim pika 4 rendi ditës. Jepet fjala për vendimin e pikës 5, Komisionit Rregullor, Çështjet Juridike, zonjës Jonjada Musaraj.
Faleminderit. Atëherë komisioni ynë edhe pikën 5 votoi me shumicë votash dhe parashtron sot për miratim. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave të Arrivave, zoti Roland Xhelilaj. Burgisi hapa të mikrofonit. Në rregull. Edhe t'jetosh me ëndra është gjë e mirë. Ëndra ka efekt shpejt, po ka dhe efekt vite mrapa, se ta si tani janë të ri dhe do kenë kohë ta kenë kënaqësinë e saj që ai mendon. Për pikën 5, komisioni e kalon me votat vetëm të përfaqësuesit të grupit Partisë Socialiste. Për pikën 4 në mënyrë shumë miqësore, edhe për antarët e Partisë Socialiste, ajo goca është e re dhe ka dëshirë të tregojë që ngre probleme, ne tjerët ngrëm, ato kanë hallë e tregojnë praktik. Ne tregojmë me veprimet, me punët që bën bashkia, që shohin njerëzit, që i kthejnë pasaj në votë. Por, duhet të theksoj gjë. Teorikisht, hamburger sot më pëlqeu. Është çik vonë, teorikisht më pëlqeu. Problemi që ngriti është i mirë. Kurse për gjërat e tjera, ai disoj edhe ai dhe unë jam dakord aty. S'ka as ne, as ju. Të gjithë nga 19 e këtij, me veprimet e tyre dhe mos veprimet e tyre, kurse sot ne jemi të qetë dhe marrim ca vendime, sepse janë vendime të studiuara. Janë vendime në vazhdim të punëve të nisura atje, mirë apo keq. Por janë të studiuara dhe kanë kërkesa të tilla mbrapa që kthejnë në vlera disa zona të cilat janë shpëllxuar me 100.000 lloj formash. Për pikën 5 ne e komplimentojmë bashkinë edhe për raportin edhe për punën e bërë gjatë vitit 2024. Unë flas në emër të grupit edhe i ftoj gjithë grupin tonë të votojnë pikën 5. Faleminderit, zoti Xhelilaj. Komente për pikën 5? Pa Muka? Atëherë, përsa i takon pikës 5, ne dhe gjatë aprovimit, në seancës të aprovimit të buxhetit, jemi shprehur kundra buxhetit që bashkia kërkonte të aprovonte. Me thënë të drejtën, këtu do fokusohem vetëm në dy aspekte. Natyrisht, raporti mbi monitorimin e zbatimit buxhetit për vitin 2024 të Bashkisë Durrës është një material goxha voluminoz, por ato që unë shoh është që në pikën karakteristikat kryesore të performancës, shpenzimeve, pika në faqen 16 për të orientuar kolegët, përsa i takon në lidhje me realizimin e shpenzimeve, shohim që asnjë nga zërat nuk është i realizuar në normën 100%. Ka vetëm 2 zëra, të cilat shkojnë afër. Një është sport dhe argëtim, dhe për këtë duhet përgëzoj ndofta ato pjesë, ato sektor të bashkisë që kanë realizuar, megjithëse edhe këtu unë kam dyshimet e mia që mund të kemi arrit deri në këtë nivel, 98.2%, por përdesa është raportuar kështu dhe është monitoruar, nuk kemi çfarë themi. Dhe menaxhimi i mbetjeve. Pra menaxhimi i mbetjeve është 95.5%. Ne kemi denoncuar disa herë këtu me forcë mënyrën se si menaxhimi i mbetjeve në Bashkinë Durrës kryhet, pra për ripërsëritje do të kemi parasysh që paguajmë rreth 29 euro për ton plus TVSH plus transport për t'i çuar në Tiranë, pra Bashkia e Durrësit paguan rreth 45 euro për ton për mbetjet për t'i çuar në Tiranë. Mund të thojnë që nuk dalin gjitha këto nga taksat qytetarëve dursak, sepse një pjesë të shpenzimi e mbulon qeveria shqiptare, por qoftë që qeveria shqiptare do ishte kaq bujare, ato fonde ne mund t'i kishim marrë dhe kishim zgjidhur 700 probleme tjera që kemi në Durrës, ndërkohë që i marrim dhe i çojmë në një incinerator tashmë i diskredituar, ku nuk besoj që ka njeri sot që thotë që ekziston një incinerator në Tiranë, Sharr, ndërkohë që ne vazhdojmë dhe paguajmë 45 euro për ton në totalin e vet, si qytet, për diçka që për një shërbim që nuk na jepet. Pra neve
paguajmë me aprovimin e bashkisë këtë shumë në shkelje të hapur, themon, të ligjit. Kemi kërkuar dhe kontratën, deri sot nuk më zhvën në dispozicion, pavarësisht që e ka thënë na jep me shkrim, por kërkesa ime në Këshill Bashkiak është një kërkesë publike. Ajo duhet ishte marrë dhe të ishte bërë publike në sajtin e bashkisë. Në momentin që një nga këshilltarët, drejtues edhe i komisioneve, Këshillit Bashkiak, bën një kërkesë këtill, duhet ishte bërë publike të nesërmen e kësaj dite. Edhe jo të presim ne si kërkesa ndryshme që unë dhe kolegët kemi bërë me muaj dhe akoma nuk kemi përgjigje. Pra, është tek vetmet zëra që shkon me realizim dhe shohim shumë zëra të tjerë, që shumë të rëndësishëm besoj, siç është shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve, e cila nuk ka as parashikim dhe as realizim. Transporti publik po ashtu, furnizimi me ujë dhe kanalizimet po ashtu, pra nuk janë parashikura sepse këto si shërbime jepen nga ndërmarrje aksesore, po flas ndërmarrje mbështetëse bashkisë që janë agjenci të ndryshme. Po ashtu për sa i takon realizimit ndaj totalit, i vetmi zë që ndikon pra në buxhetin e bashkisë është menaxhimi i mbetjeve, natyrisht përderisa shkon në 95% aty. Këtu është 24.4% e buxhetit shkon për menaxhimin e mbetjeve. Pra shkon në inceneratorin e Sharrës që nuk ekziston. 1/4 e buxhetit bashkisë shkon në një incenerator që nuk ekziston. Dhe për mua kjo është një shkelje flagrante, është korrupsion, është vjedhje e taksave që i bëhet qytetarëve dursak. Për pjesën tjetër, kemi mbështetje për zhvillimin ekonomik, atë që ngreta për pikën 1 dhe pikën 6, kemi vetëm 0.1%. Pra, do ishte në nderin ton, që si këshill, si bashki, këtë normë neve ta çonim në atë që do ishte minimumi jetik, ku qytetarët dursak ato që janë në nevojë, pra janë në nevojë ekstreme, të jetoni me dinjitet në këtë qytet. Unë këto kisha, ju faleminderit. Faleminderit zoti Muka. S'ka problem, doja thjesht një sqarim për Mukën, për Harrojt përmendi një nga zërat është janë fondet e rindërtimit që edhe ato janë me mos realizim. Ndërkohë që qytetarët vinë në dyert e bashkisë, kërkojnë të drejtën e tyre, e drejtë legjitime, të rimbursohen, ju jeni me mos, domethënë rialokoni fondet për 2025. Pse nuk i marroni punë qytetarëve? Domethënë nga 2019 a sot janë 6 vjet. Janë pak. Po tash ju e konsideroni pak, po unë po flas me për shifrat që ju na keni vënë përpara. Fal. Unë them që ju fondet e rindërtimit i realokoni për 2025-ën sepse nuk plotësohet 2024, nuk shërbehen qytetarët në 2024-ën dhe mendoni që do i shërbeni në 2025-ën. Pse i leni qytetarët të vërtiten rrugëve dhe të përplasen dyert e bashkisë, pa i mbaruar punë? Kaq, pyetje e thjeshtë. Fjalën e kanë nën kryetari. Atëherë, një sqarim për zotin Muka, i cili në raportin e monitorimit zbatimit buxhetit rifuti në lojë menaxhimin e mbjeteve, që është procesi më delikat për qytetarët, në shërbim qytetarëve. Duhet t'ju sqaroja, përdorni termin incenerator, Bashkia e Durrës ka lidhur kontratë për depozitimin e mbjetjeve urbane në landfillin e Sharrës. Kështu që mos të keq përdorim termat e inceneratorit, është një kontratë e pavarur nga kontrata koncesionare. Kjo ishte thjesht për sqarim, ne depozitojmë landfillin e Sharrës. Dhe për sa i përket zotit Burgia, gjithë rialokimet që ju përmendni janë kontrata të lidhura në zbatim, për të cilat për disa që nuk arrihet të përfundohen brenda vitit 2024, në respekt të zbatimit kontratës, do financohen, do trashëgohen në vitin 2025. Janë fonde për kontrata të lidhura. Nën kryetar. Faleminderit për sqarimin. Ajo çfarë unë doja të risqaroja është që është e vërtet, neve kemi kërkuar
atë çfarë edhe kryetari apo dhe nën kryetari vazhdojnë të na japin sqarim, pra ka një kontratë, por që një kontratë nuk është publike, dhe duke mos qenë kontrata publike lën vend për shumë aludime, por aludimet tona janë të bazuar në fakte. Fakti që paguhet 28 o 29 euro për ton në partencë plus TVSH, plus që ne i transportojmë në inceneratorin landfillin incenerator të Sharrës, ka disa tabela në të cilat pasqyrohet qartë se sa janë shpenzimet, nëse ti do shkosh dhe do inkapsulosh me trajtim të mbetjeve. Shifër e cila nuk është 28 euro, 28 apo 29 euro sa është kontrata, është kur ti do t'i incenerosh. Megjithatë, vazhdojnë ngul këmbë, do ishte për transparencë ndaj qytetarëve, por jo vetëm, kontrata duhet ishte bërë publike në momentin e parë që këtu ka pasur hije dyshimi, kur ne kemi kërkuar, si këshilltar, si nënkryetari i Komisionit Zhvillimit Urban të Territorit, kemi kërkuar që të kemi në funksion, të kemi të disponueshme kontratën që Bashkia e Durrësit ka bërë me inceneratorin apo vendin pozitimin e Sharrës. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Muka. Sa i përket kësaj të rindërtimit, përderisa zyra e rindërtimit akoma funksionon, do të thotë që procesi i rindërtimit është akoma në vazhdimsi të dokumentacioneve të qytetarëve. Një pjesë e mirë e qytetarëve që akoma nuk kanë mbaruar punë, kanë pas problematika me dokumentacionin. Problematikat ndryshme, që lidhen edhe me institucionet tjera, si për shembull me kadastrën. Kështu që derisa zyra e rindërtimit është e hapur, vazhdon punën, kjo tregon që rindërtimi është në vazhdimsi. Jo 6, po mund shkojnë edhe 10, mjafton që deri te qytetari i fundit të marrë dëmshpërblimin për dëmin që është bërë me tërmetin e 2019-s. Kaq kisha. Faleminderit zonja Kasa. Po. Kam një pyetje tani për këto taksat e mbledhura për pastrimin, gjelbrimin dhe ndriçimin, ku janë përkthyer në shërbim se po marr shkak zonën e Durrësit të Ri, ku dhe vetë kryetaria e bashkisë e ka vizituar në kohën që u bë përmbytja dhe ajo i ka postuar vetë në rrjetet e saj sociale që nuk ka ndriçim. Ka shkuar takoj banorët dhe nuk i takon dot, domethënë shkon në zonja e takon aty me çizme. Pra edhe po duam ne të mashtrojmë, nuk mashtrojmë dot se janë të postuara. Tani 2 sekonda, lutem ta mbaroj. Pastaj, kjo është edhe gjendja e Durrësit të Ri për pastrimin. Ku përkthehen se dhe ata qytetarët e Durrësit të Ri paguajnë taksa. Paguajnë taksë për gjelbrimin, paguajnë taksë për ndriçimin, paguajnë taksë për mbetjet. Pse nuk i marrin ata shërbimet? Ku kanë shkuar lekët? Lutem më kthesh përgjigje. Faleminderit. Për sa i përket buxhetit, përbëhet nga të ardhurat e shpenzime, të gjitha shpenzimet që Bashkia e Durrës ka, përfshirë dhe investimet, janë të pasqyruar në listën e investimeve dhe shpenzimeve dhe ato janë të lutem zonja Ibraj, ato janë të realizuara dhe të prekshme, shërbimet okay. Mjafton mjafton në shpenzimet në buxhetin e miratuar dhe në shpenzimet dhe investimet e Bashkisë Durrës, mjafton të verifikoni, janë të gjitha të realizueshme të prekshme, si investime në infrastrukturë, si investime në shërbime. Më thua që po gënjeju. Për investime, atëherë ne duhet të jena të largohena nga Durrësi. Kalojmë votim. Kush është pro pikës 5 për endin ditës?
26 pro, kundra. 8 kundra, miratohet. Pika 5 e rendititës, miratohet. I jepet fjala për vendimin e pikës 6, Komisionit Barazisë Gjinore, Mirëqenie Sociale dhe Mos Diskriminimit, zonjës Doçe. Edhe për pikën 6, komisioni jon ja kalon Këshillit Bashkiak për miratim. Faleminderit zonja Doçi, ka komente, pyetje për pikën 6? Atëherë komente s'ka, kalojmë votim, kush është pro pikës 6 rendititës? Me 34 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet pa ndryshime dhe pika 6 e rendititës. Për sa i përket pikës 7 në mbështetje të pikës 120 udhëzimit Ministrisë Financave numër 30 datë 27 dhjetor 2011 për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik, citohet se për efektet ekonomike dhe financiare të nxjerrjeve nga përdorimi, njësitë e qeverisjes vendore duhet të informojnë këshillat e njësive vendore. Për sa më lart, Qendra Ekonomike e Arsimit ka paraqitur një informacion mbi procedurën e daljes jashtë përdorimit të tërësimit të aktive të panevojshme të institucioneve në varësi të Qendrës Ekonomike të Arsimit. Për këtë relaton shefja e financës së Qendrës Ekonomike të Arsimit, zonja Megi Grami. Ftoj zonjën Grami të marrë fjalën. Përshëndetje, quhem Megi Grami, jam shefe finanse tek Qendra Ekonomike e Arsimit Durrës. Kam ardhur për t'ju informuar mbi një relacion për vlerësimin e nxjerrjes jashtë përdorimit të aktive panevojshme që ka institucioni jon, ku përfshin gjithë aktivet e çerdhe, kopsheve, shkollave nënvjeçare, të mesme të përgjithshme, të mesme profesionale. Këto aktive janë të panevojshme për arsye duke filluar që nga viti i përdorimit, me normën e amortizimit plus dhe dëmi financiar që është bërë nga pjesa e tërmetit, e gjitha relatohet tek informacioni që ju është paraqitur. Në bazë të udhëzimit 30 të datës 27/12 dhe të ligjit 139 të 2015 për vetëqeverisjen vendore, më lejon Qendrën Ekonomike që titullari i saj të ngrejë si komisionin e vlerësimit të këtyre aktiveve, si dhe komisionin e nxjerrjes jashtë përdorimit. Këto aktives janë të nevojshme, për arsye se nuk krijojnë kushtet mira për të zhvilluar mosimdhënien, për përshtatjen e mjedisit. Pajisje si tavolina, karrige, dollape apo pajisje laboratorike e kanë vlerën shumë më të lartë të riparimit se sa vlera e mbetur dhe përpasoj ato cilësohen si aktive të panevojshme. I gjithë informacioni ka ardhur nga drejtorat e institucioneve arsimor nëpërmjet një komisioni që ato ngrejnë vetë mbi vlerësimin e aktiveve që dëshirojnë që të nxjerrin jashtë përdorimit, është i përpunuar nga komisioni jonë dhe pasqyrohet si në bilanc të Qendrës Ekonomike, si dhe në fletat e inventarizimit të secilat nga shkollat përkatëse. Shumë faleminderit zonja Grami. Faleminderoj. Faleminderit. Pyetje? Atëherë ta votoj? Jo, kjo nuk votoj. Okej. Atëherë komente s'kemi? Po, nuk po. Atëherë deklaroj, ju falenderoj për pjesëmarrjen, për po? Po ju lutem se nuk jem. Është firma Kupa, e cila ka fituar tenderin, ndërkohë që banorët kanë një problematik aty. Nën kontraktori, i cili ka zhvilluar punimet, prej një viti e ca duhet i kishe përmbyllur punimet, ndërkohë e kam ndërprer, sepse pretendon që nuk janë kryer pagesat. Tash pagesat normal duhet i kryej firma, po do doja një informacion, qoftë do ishe mundur nga ana bashkisë, tash kjo më ka ardhur dje si ankesë nga banorët, qoftë keni mirë, qoftë jo ta ngrejmë pastaj për mbledhjen tjetër. Ta lëm për mbledhjen tjetër sepse nuk është regjistruar. Duhet të ishte regjistruar. Mirë, faleminderit. Përderisa s'ka regjistrim, e mbajmë shënim për mbledhjen e radhës. Ju falenderoj, e deklaroj të mbyllur. Faleminderit.
Për mbledhjen e ardhshme do njoftoheni nga sekretaria nëpërmjet emailit.